Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkrimin e datës 27 nëntor të 2025. Duket se kemi një ndikim mjaft të mirë me afër ditë nga Akrepi që formon një trekëndësh me Saturnin tek Peshqit, ku do të thotë duke bërë një ditë shumë pozitive për marrje përgjegjësive të rëndësishme në marrëdhëniet tona. Marrjen e vendimeve personale në lidhje me takime pune dhe bizneset të rëndësishme, vendimet në çështje financiare ose pse jo dhe fillime të një ndikimi shumë të madh, një firmë ose kontrate, specifikime, favorizojnë shumë shenjat e ujit, gaforja Akrepi Peshqit, të lindërit të dhjetit të tret ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Ndikimet dhe kanë bëjnë edhe me një çështje që mund të jetë pak a shumë stabilizuese, konkretizuese për sa i përket lidhjeve afatgjat ose një diçka në fushën e dashurisë, ku është dhe momenti, është koha e përshtatshme ku gjërat janë në favorin tuaj, por njëkohësisht ka dhe diçka mjaft të madhe sepse lidhet me ekonominë dhe stabilizimin e saj. Një nga mundësitë që ju keni ose periudha kur ndodhin fenomenet, edhe pse kemi pasur shumë çështje problematike ose disa ndryshime të njëpasnjërshme, por kjo ditë është një ditë që na ndihmon për sa i përket zhvillimeve të reja që do të kemi tani tutje. Para se të fillojmë me parashkrimin e kësaj date kaq të rëndësishme të datës 27, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashkrimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja ros shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve ju intereson, duke pasur parasysh edhe mundësi dhe momentet që juve keni në anën tuaj. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar për sa i përket ato që juve do të bëni blerje ose diçka tjetër, i keni të gjitha atje, pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejt me juve dhe doni të dërgoni një mesazh në kohën që ne jemi live, atëherë kemi pikërisht të butonin këtu. E klikoni dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhe. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Por ju të shenjës së Dashit duket se është pikërisht një periudhë ku gjërat mund të ndikohen ose mund të përfitoni në lidhje me çështjet nga më të rëndësishmet që mund të keni në fushën e biznesit, në fushën e karrierës dhe të gjërave të tjera. Megjithatë, një takim që mund të bëni në çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë, kanë të bëjnë me disa bisedime mjaft të rëndësishme financiare dhe disa ndikime mjaft të rëndësishme, sepse gjithmonë Dashi ka mundësinë dhe kohën e duhur për të marrë vendime të rëndësishme. Në çështjet që kanë të bëjnë me një ndarje që keni pasur para disa kohëve, duket se ja arrini qëllimin për sa i përket arsyes dhe mundësive, juve i keni sidomos me Peshore dhe me Akrep. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Por ju që së Demit duket se ka një ndikim mjaft të mirë në lidhje me takime pune, në lidhje me një vendim shumë të rëndësishëm që do të keni dhe koha e përshtatshme që juve do nisni një biznes dhe kjo do të shkojë mbar sepse është dita mjaft e rëndësishme për çështjet që juve keni. Kurse në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, një takim i papritur mund të ndodhi në një udhëtim ose në një stacion autobusi ose diçka tjetër kësaj natyre, është një moment mjaft i mirë nëse juve doni që të filloni një shoqëri të re ose të bëni diçka, është më së mundur se gjithmonë Demi është mjaft i ndikuar në këtë drejtim dhe lidhjet që kanë të bëjnë me Peshore dhe me Ujor është diçka shumë pozitive dhe çdo njëje apo lidhje kthehet në lidhje serioze për arsye të punës dhe të gjërave të tjera që do të keni, është një moment mjaft dinamik dhe mjaft pozitiv. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Binjakëve. Për sa përket binjakëve, binjakët duket se ka nisur një ndikim, një çështje shumë pozitive në lidhje me punën e tyre, edhe pse me disa vështirësi të vogla që kanë pasur këto ditë, por janë ditë kalimtare dhe meqense kanë bënë edhe me çështjet e financave të biznesit. Biznesi sidomos është një moment mjaft i mirë, stabilizues, mjaft i mirë në lidhje me ato çka doni të bëni dhe çka doni ta
ofronin në këto drejtime, por gjithashtu është edhe një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive në anën tuaj. Në çështjet që kanë bënë me anën shpirtërore, lidhje që kanë bënë me Dash dhe me Virgjëresh duke të mbarë, edhe pse keni pasur disa problematika të ndryshme, por këto janë probleme kalimtare, do ta thosh unë, jo probleme që ngelen në lidhje me disa bisedime që keni bërë një njohje, nuk arritët ta kreni në lidhje serioze, por vjen momenti, këto ditë janë shumë të mira për të realizuar dhe stabilizuar gjë të tillë. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë gaforja. Përse përket gaforeve, meqense gaforet duket se tani e tutje ka një mundësi shumë të mirë, një moment mjaft pozitiv përse përket ndryshimeve që vinë në fushën e karrierës suaj, por njëkohësisht ka të bëjë dhe me një takim. Ky takim është takim rutinë në fakt në lidhje me punën, por është takim mjaft pozitiv në vazhdimsi, sepse duket se gjërat janë në favorin tuaj dhe kanë shumë ndikime pozitive, kanë shumë çështje të rëndësishme dhe kjo bën që juve të jeni mjaft pozitiv në ekonomi, mjaft pozitiv në lidhje me dashurinë, por gjithashtu ka të bëjë edhe me udhëtime të jashtme, për ju keni dokumentacione, për ju keni mundësinë për të zgjidhur çështje problematike, është momenti juaj dhe koha e duhur për stabilizimin dhe ndryshimet të mëdha që do prisni tani tutje, ku është një moment mjaft i mirë dhe tepër ideal. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanit. Për sa përket luanëve, luanët duket se pikërisht kjo periudhë është periudha juaj, është një periudhë mjaft e mirë për stabilizimin, për punën, për karrierën, për çështjet që janë madhore. Për sa përket një takimi shumë të rëndësishëm, ku koha ka treguar që ju vini me fat në këtë aspekt dhe e dini shumë mirë çfarë do të bëni dhe ku do të shkoni. Megjithatë, edhe pse disa vështirësi të vogla që mund keni pasur dikur, por vjen një moment tani ku është zgjidhja e problematikave të ndryshme, është momenti dhe koha e duhur për të marrë vendime të rëndësishme ku janë mundësitë dhe koha e duhur për gjërat të kësaj natyre. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë bënë me binjak të ditësh të parë, me akrep të ditësh të tretë, është koha e duhur për të stabilizuar dhe për të konkretizuar një lidhje afatgjatë, sepse tani luanët kanë mundësinë dhe mund ta zgjidhin problemin e tyre. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Virgjëreshës. Për Virgjëreshat në fakt kam pasur një çështje problematike para disa kohëve, por vjen një moment tani, është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, ku çdo gjë shkon bashkë dhe arrihet fal mundësive, fal kohës dhe ndryshimit madh që vjen tani tutje. Megjithse juve keni pasur edhe disa çështje të rëna pezull, disa çështje që vërtet për disa mund të ishte e mirë dhe favorizuese, por gjërat nuk kanë ecur aty ku duhet në fushën e punës, sepse gjithmonë Virgjëresha nis të bëjnë diçka në vetveten e vet për punën dhe për çështjet ekonomike, por kjo nuk do të thotë se është problem ose është e pazgjidhshme. Është e zgjidhshme siç kemi atë. Edhe periudhat e koha që kanë të bëjnë është momenti i duhur mbi çështjet e stabilizimit, mbi korreksinë dhe vazhdimsinë tuaj dhe momentin e art që juve keni. Çështjet që lidhen me anën e takimeve të punës, lidhje me një biznes, lidhje me çështjet e karrierës, lidhje me gjëra të mëdha që kemi, është një moment mjaft i mirë dhe surprizues për juve, sepse juve jeni për surpriza dhe për çështje shumë pozitive në lidhje me karrierën tuaj, në lidhje me takimin që do të bëni tani tutje. Virgjëreshat gjithmonë janë i hapara, sidomos lidhjet me Dash dhe me ujor janë të mbarë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për sa përket peshoreve, meqense peshorët duket se tani tutje kanë disa mundësi mjaft të mira në lidhje me anën ekonomike, financiare, në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën, me karrierën, me çështjet e ndryshimeve të mëdha që vijnë tani tutje, por kjo ngelet për tu parë se nga njëra anë mund të ndikohet ose mund të ndryshojnë shumë gjëra në fushën e karrierës, por në anën tjetër mund edhe peshorët që të nisin një takim me disa persona shumë të rëndësishëm në punën e tyre, ku kjo do jetë ndikimi, do jetë favorizimi, do jetë mundësia e artë që juve keni tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me luanët e ditësh parë, me binjakët e ditësh tretë që është perfektja, binjakët e ditësh tretë nuk e diskutoj unë, nuk e vë ndyshim sepse është koha më e mirë e mundshme për të stabilizuar dhe për të parë se çfarë do të bëni në vazhdim. Por gjithsesi, një takim mjaft i mirë mund të jetë me bricaptë e ditësh të dytë ose disa bisedime ose keni pas një ndarje, duket se e zgjidhni pikërisht tani. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepëve.
Për akrepët, në fakt, akrepët të duket se tani e tutje kanë një ndikim shumë të mirë, sepse edhe në lidhje me punën e tyre, edhe në lidhje me marrjen e vendimeve të rëndësishme, shumë të rëndësishme, madje është koha dhe mundësia mjaft e mirë, sepse zgjidhni ngërçe problematike ose keni pasur gjëra të tjera duke pasur parasysh në lidhje me punën tuaj, në lidhje me vendimet që do të merrni, në lidhje me disa takime mjaft të rëndësishme. Këto janë takime, nëse do ta marrim takime rutinë, por në anën tjetër janë takime që mund ta ndryshojnë rrjedhën e gjërave, mund të ndryshojnë çështjet e punëve dhe të mundësive të ardha që mund të kenë tani tutje. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bën juve të kësaj shenje duket se ka disa takime, disa vendime të rëndësishme në fushën e dashurisë, edhe pse keni pasur probleme, duket se tani është momenti juaj më i mirë i mundshëm për stabilizimin dhe konkretizimin e lidhjes suaj, sidomos me binjak, me peshk, të dy shenja uji, siç është akrepi dhe peshqit, janë mundësitë më të mira dhe tepër pozitive për juve të kësaj shenje. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për shigjetarët duket se kjo periudhë është një periudhë shumë e mirë ekonomike financiare, duke zgjedhur mjaft shumë probleme që mund keni pasur në një kohë të kaluar, disa gjëra që mund të kenë qenë të vështira, por nga ana tjetër janë të mira, sepse zgjidhet një problem mjaft i madh, një problem ku keni pasur çështjet e punës, keni pasur gjëra që nuk kanë qenë aty ku duhet për një mijë arsye, por vjen dhe momenti i duhur, sepse juve keni mundësinë, keni dhe kohën e duhur për të marrë vendime të rëndësishme, sepse çështjet që lidhen me anën e punës suaj, lidhen me anën e karrierës, lidhen me anën e biznesit, lidhen me anën e vendimeve shumë të rëndësishme që ve keni, se janë rëndësi e veçantë ekonomike dhe çështjet që do të keni tani atutje është koha mjaft e mirë dhe shumë pozitive për të zgjidhur çdo lloj problemi. Shqiptarët gjithmonë në fushën e punës dhe të karrierës së tyre nuk e kanë për problem fare, kanë diçka që ju ecën aty ku duhet dhe është momenti i tyre për zgjidhur çdo gjë dhe për të arritur qëllimin. Në çështjet e dashurisë, duket se shqiptarët kanë një ndikim shumë të mirë me binjak të 10 ditë të parë, kanë me peshorë të 10 ditë të tërë, kanë dhe me peshk të 10 ditë të parë. Është mundësia që mund ta zgjidhni ashtu siç juve dëshironi. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë bricjapi. Për sa përket bricjapëve, bricjapët duken si shenjë toke që kanë shumë çështje të rëndësishme për zgjidhur. Një nga çështjet më të mëdha kanë ato të punës, do kenë lëvizje nga puna në fakt, dhe kjo i bën pak a shumë të ndihen në dilemë për një punë që ata kanë marrë përsipër se si do ju heci. Dhe unë ju them që mos jeni dilem fare, se është momenti dhe koha e duhur për të stabilizuar çështjet e punës, për të stabilizuar gjërat e juaja, për të stabilizuar gjërat nga më madhore që keni dhe mundësitë më të arta që do të vinë. Megjithatë, është kjo periudhë, është një periudhë shumë e mirë dhe stabilizuese në lidhje me punën, edhe gjërat të tjera që do të keni, aty ku do të shkoni, është një punë shumë e rëndësishme, ku për juve është idealja. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrep të 10 ditë të parë, me luan të 10 ditë që është perfektja, po me qenë se me dem keni një histori të vjetër, dhe kjo historia ka ngelur dhe është formuar dhe karma juaj, ajo çka është, ajo çka duhet, ajo çka realizohet dhe funksionon më së miri për juve të kësaj shenje. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujori. Çfarë ndodh me ujorët? Me ujorët duket se tani në këtë periudhë kanë një shans shumë të mirë në ndryshimin e punës së tyre, në lidhje me një takim mjaft të rëndësishëm, por bisedat janë shumë të hollësishme për sa i përket çështjeve shumë të mëdha ekonomike, role drejtuese se aty keni problemin ju. Është momenti dhe koha e duhur për ta zgjidhur një çështje të tillë dhe kështu që çdo gjë mund shkojnë bashkë, çdo gjë mund të arrihet fal zgjuarsisë suaj, maturisë suaj dhe kohës përshtatshme për sa i përket punës suaj. Edhe pse gjithmonë ujorët synojnë larg, e kanë këtë gjë dhe kjo vjen si ndikim mjaft të mirë, pozicionimi i planeteve u jep mundësinë dhe kohën e duhur për të marrë zgjidhje në problematika, në ndryshime dhe në vendime të mëdha. Në çështjet shpirtërore, lidhjet bashkim familjar është me dem, sepse me dem e keni pasur edhe një moment tjetër ju, po edhe pse keni pasur disa ecijake, domethënë sa gjëra që nuk i keni realizuar akoma për arsye të punës ose për arsye të gjërave që keni pasur, por gjithsesi kjo periudhë është mjaft e mirë dhe mjaft pozitive për sa i përket punës suaj, për sa i përket karrierës suaj dhe jo vetëm lidhjet që do të keni
në bashkim familjar është me akrep, mos ju ndani sepse është koha më e mirë e mundshme. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji ku do të thot peshqit. Për peshqit tani e tutje e kanë mundësinë dhe kohën e duhur për sa përket zgjidhjes së problematikave, zgjidhjes së konflikteve të vjetra, lidhjes së gjërave që ndryshe kanë pasur, ndryshe vinë, ndryshe kuptojnë, sepse kanë dhe kuptimin e jetës ose të gjërave që ata duan, por momentet janë ata që ju bëjnë të ndjeni superior, momentet janë ata që ju bën të ndjeni mirë me veten tuaj, të ndjeni mirë me atë çka doni të realizoni dhe është dhe koha juaj mjaft e mirë dhe mjaft pozitive për sa përket zgjidhjeve të problematikave. Meqense peshqit kanë mundësinë dhe kohën e duhur për zgjidhur problemet, e kanë sot, jo nesër. Çështjet shpirtërore, keni pasur probleme me shenjën e dashit ju dhe me virgjëreshën, por janë të zgjidhshme dhe jo problematike. Këto ishin pak a shumë miqtë mi për sa përket pikërisht datës 27 nëntor të 2025. Por para se të ndaj bashkë, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashkimit të detyruar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për çështjet që keni, për gjërat që ju dëshironi dhe mundësitë të arta që do të keni tani e tutje, sepse në punë, në karrierë, në ndryshime e keni mundësitë, por mund të zgjidhni çdo gjë. Po si të zgjidhni problemet, atëherë mund shkoni atje tek astrologo.al, mund të zgjidhni një nga paketat që keni atje, duke zgjedhur paketën numër për katës të blerjes, pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viber, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejtë me juve, kemi këtë butonin këtu. E klikoni, ndiqni hapat gradualisht se si funksionon dhe duke bërë subscribe, jeni gati pastaj për dërguar mesazhe dhe për të marrë drejt për së drejtë përgjigjen. Nga unë Njoro Pulla, ju uroj një ditë të mbar, mbarësi në çdo aspekt. Gjithë mirat.